Në këtë moment, ndërsa ju lexoni këto fjalë, një shkëmb kozmik me madhësinë e një pallati 15 katësh po fluturon drejt tokës me shpejtësinë 150.000 km/h. Por diçka e jashtëzakonshme po ndodh. Në largësinë 563 milion kilometra, një forcë e padukshme po e përkul trajektoren e tij. Jo pak, jo gradualisht, por me një precizion që do të bënte xheloz çdo inxhinier. Ky shkëmb që do të kishte arritur atmosferën tonë për 3 vjetet e ditë, sapo u devijua me 687.000 kilometra. Ju nuk e dini, NASA nuk do ta shpal, por ju sapo u shpëtuat nga zhdukja. Veshpëtimtari juaj është një gjigant që shumica e njerëzve e konsiderojnë thjesht një pikë të ndritshme në qiellin e natës. Emri i tij është Jupiteri, dhe historia e tij është më e çuditshme se çdo gjë që keni dëgjuar ndonjëherë. Le të fillojmë me atë që mendojmë se e dim. Në çdo libër shkollor, Jupiteri përshkruhet si mbrojtësi ynë kozmik. Një gjigant bamirës që qëndron në periferi të sistemit diellor si një rojtar i prijetshëm. Graviteti i tij masiv, 2.5 herë më i madh se i të gjithë planetëve të tjerë të kombinuar, supozohet të kap kometat dhe asteroidet para se ato të arrijnë në botët e brendshme, një mburojë e padukshme. Një engjëll ruajtës me masën 320 herë më të madhe se Toka. Por në vitin 2015, diçka e çuditshme ndodhi në laboratorin e propulsionit me reaksion në Pasadena, Kaliforni. Astrofizikani Kevin Grazier po ekzekutonte simulime kompjuterike të sistemit diellor të hershëm, modele që rikrijojnë 4 miliardë gjysmë vjet të historisë planetare. Ai futën parametrat e njohur, masat, orbitat, shpejtësitë, dhe shtypën butonin Start. Ajo që ai pa e bëri të ngrinte. Në simulim pas simulimi, Jupiteri nuk po vepronte si mbrojtës, ai po vepronte si shkatërrues. Imagjinoni një skenë që ndodhi 4 miliardë 500 milion vjet më parë. Sistemi diellor është ende foshnjë. Dielli është i ri, i dhunshëm, i rrethuar nga një disk masiv, pluhuri dhe gazi. Në këtë kaos, planetet po formohen, por jo aty ku i shohim sot. Simulimet tregojnë diçka të tmerrshme. Jupiteri, i sapo formuar dhe i uritur, nuk qëndroi në vendin e tij. Ai filloi të lëvizte, jo ngadalë, jo qetësisht, por në një migracion të dhunshëm drejt diellit. Shkencëtarët e quajnë këtë migrimi i madh, dhe pasojat e tij ishin apokaliptike. Ndërsa Jupiteri lëvizte nga orbita e tij e largët drejt brendësisë së sistemit, graviteti i tij gjigant filloi të shkatërrojë çdo gjë në rrugën e tij. Planetoid të mëdhenj sa Marsi, botë që po formoheshin, që mund të kishin pasur oqeane, atmosfera, ndoshta jetë, u coptuan. Disa u hodhën në diell, të tjerë u shpërdan në hapësirë të thellë. Orbitat u destabilizuan. Kolicione masive ndodhen çdo ditë. Sistemi i brendshëm diellor u bë një zonë lufte. Në Universitetin e Kaliforni, Santa Cruz, astrofizikania Ruth Murray Clay kaloi 3 vjet duke studiuar këtë periudhë. Modelet e saj tregojnë se Jupiteri mund të ketë shkatërruar një gjenerat të tërë planetësh të brendshëm. Botë që ishin formuar para Tokës. Botë që ne nuk do t'i njohim kurrë, sepse Jupiteri i fshiu nga ekzistenca. Por pastaj ndodhi diçka edhe më e çuditshme. Saturni u formua. Dhe kur ai u rrit mjaftueshëm i madh, graviteti i tij filloi të ndërveprojë me Jupiterin. 2 gjigantët hynë në një lloj vallëzimi orbital, dhe ky vallëzim bëri diçka të pabesueshme. Ai ndaloi Jupiterin, madje e tërhoqi atë prapa. Jupiteri, giganti shkatërrues, u detyrua të tërhiqet nga brenda i sistemit dhe të vendoset në orbitën që e shohim sot. Nëse Saturni nuk do të kishte ekzistuar, simulimet tregojnë se Jupiteri do të kishte vazhduar migrimin e tij. Ai do të kishte arritur zonën ku sot është Toka, dhe Toka nuk do të ishte formuar kurrë. Le ta themi përsëri, sepse kjo është e rëndësishme. Planeti që ju jeton mbi të ekziston vetëm sepse një gjigant gazi u ndal në kohën e duhur nga një gjigant tjetër gazi. Nëse Saturni do të ishte formuar 15 milion vjet më vonë, ju nuk do të ishit këtu. Askush nuk do të ishte.
Tani, imagjinoni se komprimoni 4 miliardë gjysmë vjet të historisë në 24 orë. Një ditë kozmike. Në orën 0, dieli lind. Në orën 1, Jupiteri fillon migrimin e tij shkatërrues. Në orën 2, ai ka shkatërruar gjeneratën e parë të planetëve. Në orën 3, Saturni ndërhyn dhe e tërheq Jupiterin prapa. Në orën 4, sistemi fillon të qetësohet. Dhe vetëm në orën 5, në këtë kaos që po pushon, fillojnë të formohen planetët që i njohim. Mërkuri, Venusi, Toka, Marsi. Ne jemi pasardhësitë e një katastrofe, fëmijët e një aksidenti kozmik. Por historia bëhet edhe më e çuditshme, sepse pasi Jupiteri u vendos në orbitën e tij aktuale, ai filloi të luajë rolin që i njohim, rolin e mbrojtësit. Dhe këtu fillon një paradoks që shkencëtarët ende po përpiqen ta kuptojnë plotësisht. Në vitin 2019, teleskopi Hubble regjistroi një ngjarje spektakolare. Një komet me diametrin 12 kilometra po afrohej drejt Jupiterit. Emri i saj ishte Shoemaker-Levy 9. Por diçka e jashtëzakonshme kishte ndodhur. Graviteti i Jupiterit e kishte coptuar atë në 21 fragmente. Dhe tani, këto fragmente po binin një nga një në atmosferën e gigantit. Astronomit të gjithë botës e vëzguan këtë spektakël. Çdo goditje krijoi një shpërthim me fuqinë 6 milion megaton. Për krahasim, bomba më e fuqishme bërthamore e ndërtuar ndonjëherë nga njerëzit kishte fuqinë 50 megaton. Çdo fragment i kometit që goditi Jupiterin ishte 120.000 herë më i fuqishëm. Nëse ai komet do të kishte goditur Tokën, çdo gjë e gjallë në një rrezë 500 kilometrash do të ishte avulluar menjëherë. Valët e tërmetit do të kishin shkuar përreth globit. Atmosfera do të ishte mbushur me hi për dekada. Temperatura globale do të kishte rënë me 30 gradë. Dhe 95% e të gjitha specieve do të ishin zhdukur. Por ai nuk na goditi. Jupiteri e kapi atë. Ashtu siç ka kapur mijëra objekte të tjera gjatë 4 miliardë gjysmë viteve. Në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts, planetologu Richard Binzel kalkuloi se Jupiteri redukton numrin e goditjeve të mëdha në Tokë me një faktor 100 deri në 1000. Pa të, një ngjarje si ajo që zhduku dinozaurët nuk do të ndodhte çdo 66 milion vjet. Ajo do të ndodhte çdo 600 deri në 660 vjet. Mendoni për këtë. Civilizimi njerëzor ka vetëm 10.000 vjet. Piramida e Keopsit u ndërtua 4500 vjet më parë. Perandoria romake ra 1568 vjet më parë. Nëse Jupiteri nuk do të ekzistonte, ne nuk do të kishim pasur kohë të ndërtonim as piramida, as perandori, as civilizim. Një shkëm kozmik do të na kishte fshirë shumë më parë. Por këtu vjen pyetja që po e mban zgjuar natën shkencëtarët më të mirë të planetëve. A është Jupiteri vërtet një mbrojtës? Apo thjesht ne kemi qenë jashtëzakonisht me fat? Në vitin 2020, një grup kërkuesish nga Universiteti i Torontos publikuan një studim që trondit komunitetin shkencor. Ata ekzekutuan 1200 simulime të ndryshme të sistemeve planetare, disa me gjigant gazi si Jupiteri, disa pata, dhe rezultatet ishin shqetësuese. Në sistemet pa gjigant gazi, asteroidet dhe kometat vërtet goditnin më shpesh planetet e brendshëm, por goditjet ishin më të vogla, më të shpeshta, por më pak katastrofike. Në sistemet me gjigant gazi, goditjet ishin më të rralla, por kur ndodhnin, ato ishin shumë më të mëdha. Sepse gjigant gazi jo vetëm që kapte objekte, ai gjithashtu i përshpejtonte disa prej tyre, i hidhte ato drejt brendësisë me shpejtësi të tmerrshme. Me fjalë të tjera, Jupiteri është si një roje që kap 99 kriminal, por kriminalin e 100 ja jep një armë automatike dhe e dërgon drejt shtëpisë suaj. Kjo shpjegon një mister që ka munduar shkencëtarët për dekada. Pse Toka ka kaq shumë ujë? Planeti Ynë u formua në zonën e brendshme të sistemit diellor, ku ishte shumë nxehtë për ujin të kondenzohej.
Teoria thot se uji ën erdhi nga kometat që goditën tokën miliarda vjet më parë. Por nga erdhën ato kometa? Simulimet e reja tregojnë se shumë prej tyre u hodhën drejt nesh nga Jupiteri. Gjatë migrimit të tij të hershëm, ai destabilizoi mijëra objekte të pasura me ujë nga zona e jashtme. Disa u përplasën me tokën dhe ato sollën oqeanet që bën jetën të mundur. Pra Jupiteri na shkatëroi, pastaj na krijoi, pastaj na mbroi dhe her pas here na sulmon përsëri. Në Qendrën Evropiane për Kërkime Bërthamore në Gjenev, astrofizikania Francesca De Meo po studion një zonë të veçantë të sistemit ton diellor. Ajo quhet brezi i asteroideve, një rajon midis Marsit dhe Jupiterit ku miliona shkëmbinj kozmik rrotullohen rreth diellit. Shumica e njerëzve mendojnë se ky brez është mbetje nga një planet që u shkatërrua, por kjo është e gabuar. Brezi i asteroideve nuk është një planet i shkatërruar. Është një planet që nuk u formua kurrë. Dhe arsyeja është Jupiteri. Kur planetoidët në atë rajon po përpiqeshin të bashkoheshin në një trup më të madh, graviteti i Jupiterit i mbante ata në lëvizje të shpejtë, shumë të shpejtë. Në vend që të bashkoheshin butësisht kur përplaseshin, ata coptoheshin. Çdo përplasje krijonte më shumë fragmente, dhe këto fragmente përplaseshin përsëri, për miliarda vjet. Sot, masa totale e të gjithë objekteve në brezin e asteroideve është vetëm 4% e masës së hënës. Nëse do t'i bashkonim të gjitha, do të krijonim një trup me diametër rreth 1500 kilometra, më pak se gjysma e hënës. Kjo është gjithçka që mbeti nga një planet që mund të ishte formuar atje. Marsi gjithashtu vuajti. Simulimet tregojnë se ai filloi të formohej si një botë shumë më e madhe, por ndërhyrja e hershme e Jupiterit e ndërpreu rritjen e tij. Sot Marsi ka vetëm 11% të masës së Tokës. Ai është një planet i cunguar. Një dëshmi e gjallë e fuqisë shkatërruese të Jupiterit. Por këtu vjen pjesa më e çuditshme e të gjithë kësaj historie. Dhe është diçka që NASA nuk e diskuton shpesh sepse nuk e kupton plotësisht. Në vitin 2017, misioni Juno i NASA hyri në orbit rreth Jupiterit. Qëllimi ishte të studionte brendësinë e gigantit, strukturën e tij, përbërjen, historinë. Dhe ajo që zbuloi ishte kaq e çuditshme sa shkencëtarët fillimisht menduan se instrumentet ishin të dëmtuara. Jupiteri nuk ka një sipërfaqe të ngurtë. Ai është një sferë masive gazi dhe lëngu, por në thelësi, nën shtresat e jashtme, presioni bëhet kaq i madh sa hidrogjeni fillon të sillet si metal. Jo metali që e njohim, por një gjendje e çuditshme e materjes, ku elektronet lëvizin lirisht, duke krijuar fusha magnetike të fuqishme. Fusha magnetike e Jupiterit është 20.000 herë më e fuqishme se ajo e Tokës. Ajo shtrihet për miliona kilometra në hapësirë, dhe ajo kap grinca të ngarkuara nga era diellore, duke krijuar zona rrezatimi kaq intensive sa do të vrisnin një njeri në sekonda. Por Juno zbuloi diçka edhe më të çuditshme. Në qendrën e Jupiterit, nën shtresat e hidrogjenit metalik, mund të ekzistojë një bërtham e ngurtë, jo e madhe, vetëm 10 deri në 15 herë masa e Tokës. Por ekzistenca e saj nënkupton diçka të jashtëzakonshme. Jupiteri mund të ketë gëlltitur planet të tërë. Në vitin 2011, para se Juno të nisej drejt Jupiterit, një ekip shkencëtarësh në Universitetin e Arizonës po kryente një eksperiment të çuditshëm. Ata po përpiqeshin të rikrijonin kushtet që ekzistojnë në thelësinë e Jupiterit, jo me teleskop, jo me simulime kompjuterike, por me një makinë që mund të gjeneronte presionin më të madh të krijuar ndonjëherë në një laborator. Makina quhet anvil me diamant. 2 diamant të vegjël, secili jo më i madh se një kokër kripe, shtypin një mostër të vogël materiali midis tyre. Presioni arrin disa milion atmosfera. Temperatura ngrihet në mijëra grad dhe për një moment të shkurtër, shkencëtarët mund të vëzgojnë se si sillet materia në kushte që ekzistojnë vetëm në brendësinë e planetëve gjigant. Ata vendosën një mostër të vogël hekuri midis diamantëve dhe filluan të shtypnin. Në 1 milion atmosfera, hekuri mbeti i ngurtë.
Në 2 milion, ai filloi të ndryshojë strukturën kristalore. Në 3.500.000 atmosfera, presioni që ekziston në një thellësi 3.000 kilometra brenda Jupiterit, Hekuri hyri në një gjendje që nuk ekziston askund në tokë. Ai u bë transparent. Jo i tejdukshëm si qelqi, por transparent ndaj rrezeve X. Elektronet e tij filluan të sillet në mënyra që sfidojnë fizikën klasike, dhe kjo, zbulimi vogël në një laborator në Arizona, ndryshoi mënyrën se si e kuptojmë Jupiterin. Sepse nëse Hekuri mund të ekzistojë në gjendje kaq të çuditshme në presion ekstrem, çfarë tjetër mund të ekzistojë atje? Çfarë ndodh me shkëmbinjt, me silikatet, me elementet e rëndë që formojnë planetët shkëmbor? Kur Juno arriti në Jupiter dhe filloi të matë fushën e tij gravitacionale me precizion të papar, të dhënat treguan diçka të papritur. Në qendër të gigantit, në shtresa të pafundme gazi dhe lëngu, ekziston një rajon ku materia është kaq e dendur sa ndikon në rrotullimin e të gjithë planetit. Një bërtham. Por jo një bërtham e thjesht. Modelet e reja sugjerojnë se ky bërtham nuk është një sferë ngurtë Hekuri dhe shkëmbi. Ai është diçka shumë më e çuditshme. Një rajon ku elementet e rënd janë të shpërndarë në një gjendje të ndërmjetme, midis të ngurtës dhe të lëngshme. Një lloj luçe planetare, ku shkëmbinjt lundrojnë në një oqean hidrogjeni metalik në presion që e bën qelikun të sillet si gaz. Dhe masa e këtij bërtham është e habitshme, 10 deri në 15 herë masa e Tokës. Kjo është më shumë se masa e kombinuar e Mërkurit, Venusit, Tokës dhe Marsit. Të gjithë planetët shkëmbor të sistemit ton diellor të shkrirë së bashku do të ishin më të vegjël se bërthami i Jupiterit. Por nga erdhi kjo masë? Në Institutin Max Planck për astronomi në Heidelberg, Gjermani, astrofizikania Andrea Izella po studion disku protoplanetare, rajonet rreth yjeve të rinj ku planetët po formohen. Ajo përdor teleskopet e mëdha milimetrike Atacama në Kili, instrumentet më të fuqishme në botë për vëzhgimin e diskove të pluhurit kozmik. Dhe ajo po sheh diçka që ndodh përsëri dhe përsëri. Kur një gjigant gazi fillon të formohet në një disk protoplanetare, ai nuk thith vetëm gaz, ai thith gjithçka. Gaz, pluhur, shkëmbinj, planetoid. Çdo gjë që kalon shumë afër tij. Dhe nëse një planetoid i vogël, një trup shkëmbor me diametrin disa qindra kilometra, bie në një gjigant gazi në formim, ai nuk shpërthen në sipërfaqe, sepse nuk ka sipërfaqe. Ai bie, dhe bie, dhe bie. Përmes shtresave të gazit, përmes rajoneve ku presioni e shndërron gazin në lëng, përmes rajoneve ku hidrogjeni bëhet metal, derisa arrin në qendër. Dhe atje, në presion që e bën diamantin të sillet si balt, ai bashkohet me bërthamën. Jupiteri mund të ketë gëlltitur dhjetra, ndoshta qindra planetoid gjatë formimit të tij. Botë të vogla që po formoheshin në sistemin e brendshëm. Botë që mund të kishin pasur ujë, atmosfera, ndoshta përbërësit e parë të jetës. Të gjitha u gëlltitën. Të gjitha u shkrirë në bërthamën e një giganti që nuk ndalonte së rrituri. Dhe kjo na çon në një pyetje që e bën të gjithë këtë histori edhe më shqetësuese. Nëse Jupiteri gëlliti planetoid gjatë formimit të tij, sa afër erdhi ai të gëlltiste Tokën? Në vitin 2021, një grup kërkuesish nga Universiteti i Michiganit publikuan një studim që rikrijon migrimin e hershëm të Jupiterit me detaje të papara. Ata përdorën superkompjuter për të simuluar lëvizjen e çdo objekti të madh në sistemin diellor të hershëm, dhe ata zbuluan diçka që i bëri të ngrinin. Në 27% të simulimeve, Jupiteri arriti kaq afër zonës ku sot është Toka, sa graviteti i tij do të kishte bërë formimin e planetit ton të pamundur. Jo sepse do ta kishte destabilizuar rajonin aq shumë sa shkëmbinjt dhe planetoidët nuk do të kishin mundur të bashkoheshin. Në 27% të universeve të mundshme, ju nuk ekzistoni. Por në 73% të simulimeve, diçka e mrekullueshme ndodhi. Saturni u formua në kohën e duhur. Dhe graviteti i tij filloi të ndërveprojë me Jupiterin në një mënyrë shumë specifike. Ata hynë në një rezonancë orbitale.
Për çdo 2 rrotullime që bënte Saturni rreth Diellit, Jupiteri bënte saktësisht 1. Dhe kjo sinkronizim krijoi një forcë që e tërhoqi Jupiterin prapa. Shkencëtarët e quajnë këtë modeli I madh Tak. Jupiteri lëvizi drejt brendësisë së sistemit si një kamion pa fren. Pastaj Saturni u shfaq si një litar elastik dhe e tërhoqi atë prapa. Jo me njëherë, jo butësisht, por gjatë 10 milion viteve, me tërheqje dhe shtytje, derisa të 2 gjigantët u vendosën në orbitat që I shohim sot. Dhe në hapësirën që Jupiteri la pas në rajonin midis Diellit dhe ku ai u ndal, filluan të formohen planetët shkëmbor: Mërkuri, Venusi, Toka, Marsi. Ne jemi fëmijët e një aksidenti, produkti I një rezonancë orbitale që kishte vetëm 73% shans të ndodhte. Por historia nuk përfundon këtu, sepse pasi Jupiteri u vendos në orbitën e tij aktuale, ai filloi të luajë një rol tjetër. Një rol që është po aq I rëndësishëm për ekzistencën tonë, sa fakti që ai u largua. Ai filloi të pastrojë sistemin. Imagjinoni sistemin diellor 4 miliard vjet më parë. Migrimi I madh ka përfunduar. Jupiteri dhe Saturni janë vendosur në orbitat e tyre, por sistemi është ende plot me mbeturina, miliona asteroide, mijëra kometa, planetoid të shpërndar, objekte që fluturojnë në çdo drejtim duke përplasur çdo gjë në rrugën e tyre. Planetet e brendshëm po bombardoheshin vazhdimisht. Çdo ditë 10 objekte të mëdha goditnin Tokën, Venusin, Marsin. Sipërfaqet e tyre ishin okeane lave. Atmosferat avulloheshin dhe riformoheshin përsëri dhe përsëri. Jeta ishte e pamundur. Kjo periudhë quhet bombardimi I vonë I rënd, dhe ajo zgjati nga 4 miliardë e 100 milion deri në 3 miliardë e 800 milion vjet më parë. 300 milion vjet të kaosit të vazhdueshëm. Por gradualisht, diçka filloi të ndryshojë. Jupiteri, me gravitin e tij masiv, filloi të kap objekte. Disa I thithte drejt për drejt, të tjerët I hidhte jashtë sistemit diellor me shpejtësi kaq të mëdha sa ata nuk do të ktheheshin kurrë. Dhe me kalimin e milionave viteve, numri I objekteve të rrezikshme filloi të ulej. Në Universitetin e Colorados, planetologu David Nesvorni kalkuloi se pa Jupiterin, bombardimi I vonë I rënd do të kishte zgjatur jo 300 milion vjet, por 3 miliard vjet. Toka do të ishte e pabanueshme deri në 600 milion vjet më parë. Dhe kjo do të thotë se jeta komplekse, kafsh, bim, kërpudha, nuk do të kishte pasur kohë të evoluonte. Dinozaurët u shfaqën 230 milion vjet më parë. Nëse bombardimi I vonë I rënd do të kishte zgjatur deri në 600 milion vjet më parë, dinozaurët nuk do të kishin ekzistuar kurrë. As gjitarët, as primatët, as njerëzit. Jupiteri na dha kohë për të evoluar, kohë për të ndërtuar civilizim, kohë për të kuptuar se sa të çuditshëm jemi me të vërtetë. Por mbrojtja e tij nuk është perfekte, dhe kjo na çon në një nga zbuluesit më shqetësuese të dekadës së fundit. Në vitin 2018, Agjencia Hapësinore Evropiane lancoi një mision të quajtur Gaia. Qëllimi I tij është të hartojë pozicionin dhe lëvizjen e miliarda yjeve në galaksin tonë, por Gaia gjithashtu vëzgon objekte më afër shtëpisë, asteroide, kometa, objekte që mund të kalojnë afër Tokës. Dhe ajo zbuloi diçka shqetësuese. Ka më shumë asteroide të mëdha afër Tokës se sa mendonim. Jo pak, më shumë, shumë më shumë. Vlerësimet e mëparshme sugjeron se ka rreth 1000 asteroide me diametër më të madh se 1 kilometër që mund të kalojnë afër orbitës së Tokës. Gaia tregoi se numri real është më afër 2500. Dhe këtu vjen pjesa e çuditshme. Shumë prej këtyre asteroideve kanë orbita që nuk duhet të ekzistojnë. Ato janë shumë të paqëndrueshme, shumë kaotike. Diçka duhet t'i këtë vendosur ati kohët e fundit. Në terma astronomik, kohët e fundit do të thotë brenda 10 deri në 20 milion viteve të fundit. Dhe burimi më I mundshëm I këtyre orbitave të çuditshme është Jupiteri. Në Universitetin e Tokios, astrofizikania Mikako Matsura po studion një fenomen të quajtur rezonanca orbitale.
Kjo ndodh kur dy objekte në hapësirë kanë periudha orbitale që janë në raport të thjeshtë. Për shembull, nëse një asteroid rrotullohet rreth Diellit saktësisht 3 herë për çdo 2 rrotullime të Jupiterit, ata janë në rezonancë 3:2. Këto rezonanca mund të jenë të qëndrueshme për miliona vjet, por pastaj, pa paralajmërim, ato mund të bëhen kaotike. Një ndërprerje e vogël, një kalim i afërt me një asteroid tjetër, një ndryshim i vogël në orbitën e Jupiterit dhe, papritur, asteroidi hidhet në një orbit të re, një orbit që mund ta sjellë atë afër Tokës. Jupiteri është si një bilardo kozmik. Shumica e kohës ai luan mbrojtës, por her pas here ai godet një top në drejtimin e gabuar, dhe ai top vjen drejt nesh. Në vitin 2023, NASA zbuloi një asteroid të ri të quajtur 2023 DW. Diametri i tij është rreth 500 metra. Jo mjaft i madh për të shkaktuar një zhdukje masive, por mjaft i madh për të shkatëruar një vend të tërë nëse godet në vendin e gabuar. Dhe orbita e tij është e çuditshme. Llogaritjet tregojnë se 2023 DW ishte në një orbit të qëndrueshme në brezin e asteroideve për miliona vjet. Por rreth 800.000 vjet më parë, diçka e shtyri atë. Orbita e tij u bë eliptike. Dhe tani, çdo 160 vjet, ai kalon brenda orbitës së Marsit. Çdo 800 vjet, ai kalon edhe më afër. Dhe modelet tregojnë se në një moment gjatë 100.000 viteve të ardhshme, ai mund të kalojë mjaft afër Tokës sa graviteti jon ta kap. Kjo nuk do të thotë se ai do të na godas. Shanset janë ende të vogla. Por fakti që ai është atje, në një orbit që nuk duhet të ekzistojë, është një kujtesë se Jupiteri nuk është vetëm një mbrojtës. Ai është gjithashtu një burim i rrezikut. Dhe kjo na çon në një pyetje që shkencëtarët po e debatonin me intensitet në rritje. A jemi ne me fat që kemi Jupiterin? Apo do të ishim më të sigurt pa të? Në vitin 2024, një grup kërkuesish nga Universiteti i Kalifornisë Berkeley publikuan një studim që përpiqej të përgjigjej në këtë pyetje. Ata ekzekutuan 5.000 simulime të sistemeve planetare, disa me gjigant gazi në pozicione të ndryshme, disa pa gjigant gazi fare, dhe ata llogaritën sa shpesh planetet si Toka do të goditeshin nga objekte të mëdha. Rezultatet ishin befasuese. Sistemet pa gjigant gazi kishin më shumë goditje, por goditjet ishin më të vogla. Objektet tipike kishin diametra 10 deri në 20 kilometra, mjaft të mëdha për të shkaktuar dëme rajonale, por jo mjaft të mëdha për të shkaktuar zhdukje masive. Sistemet me gjigant gazi kishin më pak goditje, por kur ndodhnin, ato ishin katastrofike. Objektet tipike kishin diametra 50 deri në 100 kilometra, mjaft të mëdha për të shkaktuar zhdukje globale. Me fjalë të tjera, Jupiteri na jep periudha të gjata paqeje. Por kur diçka kalon përmes mbrojtjes së tij, ajo është zakonisht e madhe. Shumë e madhe. Dhe kjo shpjegon një model të çuditshëm në regjistrim fosil të Tokës. Zhdukjet masive nuk ndodhin në mënyrë të rregullt. Ato ndodhin në grumbuj. 50 milion vjet pa asgjë të madhe. Pastaj 3 zhdukje brenda 10 milion viteve, pastaj përsëri qetësi. Është sikur sistemi diellor kalon përmes periudhave të qëndrueshme dhe periudhave kaotike. Dhe Jupiteri është në qendër të këtij cikli. Por ka një tjetër faktor që shkencëtarët sapo filluan ta kuptojnë, dhe ai ka të bëjë me mënyrën se si Jupiteri ndërvepron jo vetëm me asteroide, por me kometa. Kometat janë të ndryshme nga asteroidet. Asteroidet janë shkëmbinj. Kometa janë topa dëbore dhe pluhuri të ngrirë që vijnë nga skajet e sistemit diellor. Dhe ato janë shumë më të rrezikshme se sa shumica e njerëzve e kuptojnë. Në vitin 2022, teleskopi James Webb vëzhgoi një komet të quajtur Bernardinelli-Bernstein. Diametri i saj është 150 kilometra. Kjo e bën atë më të madhe se asteroidi që zhduku dinozaurët, dhe ajo po vjen nga reja e Ortit, një rajon në skajet e sistemit diellor ku triliona kometa presin në errësirë.
Orbita e Bernardinelli-Bernstein e sjell atë në sistemin e brendshëm çdo 3.500.000 vjet. Karimi i saj i fundit ishte 3 milion vjet më parë. Kalimi i saj i ardhshëm do të jetë në vitin 2031, por ajo nuk do të kalojë afër Tokës. Ajo do të kalojë afër Jupiterit. Dhe këtu vjen pjesa interesante. Çdo herë që një kometë e madhe kalon afër Jupiterit, orbita e saj ndryshon. Her pas here, ndryshimi është i vogël, por her pas here ai është dramatik. Dhe nuk ka mënyrë të parashikohet se çfarë do të ndodh derisa të ndodh. Në vitin 2025, një grup shkencëtarësh nga Agjencia Hapësinore Japoneze filluan një projekt ambicioz. Ata po përpiqen të hartojnë orbitën e çdo kometi të madhe që mund të kalojë afër Jupiterit gjatë 100.000 viteve të ardhshme. Dhe ata po zbulojnë se sistemi është shumë më kaotik se sa mendonim. Ka të paktën 12 kometa me diametra mbi 50 kilometra që do të kalojnë brenda 20 milion kilometrave të Jupiterit gjatë 10.000 viteve të ardhshme. Çdo kalim është një hedhje zari. Çdo kalim mund të ndryshojë orbitën e kometit në mënyra që ne nuk mund t'i parashikojmë. Dhe kjo do të thotë se e ardhmja jona fatgjatë varet jo vetëm nga Jupiteri, por nga mënyra se si ai ndërvepron me objekte që ne ende nuk i kemi zbuluar. Ne jemi duke jetuar në një sistem që është pjesërisht i mbrojtur, pjesërisht i rrezikuar dhe plotësisht i paparashikueshëm. Por ka një pyetje edhe më e madhe që shkencëtarët po fillojnë ta bëjnë. Dhe ajo ka të bëjë me faktin se Jupiteri nuk është statik. Ai po ndryshon, ngadalë, por në mënyrë të matshme. Orbita e Jupiterit po rritet. Jo shumë, vetëm disa centimetra në vit. Por gjatë miliona viteve, kjo do të thotë se ai po largohet nga dielli. Dhe ndërsa largohet, ndikimi i tij gravitacional në objektet e brendshme po ndryshon. Në vitin 2026, një studim nga Observatori Astronomik Kombëtar i Japonisë tregoi se nëse Jupiteri vazhdon të largohet me ritmin aktual, në 50 milion vjet, ai do të jetë mjaft larg sa ndikimi i tij mbrojtës do të ulet me 30%. Kjo do të thotë se numri i objekteve të mëdha që arrin në sistemin e brendshëm do të rritet me të njëjtin përqindje. 50 milion vjet tingëllon si një kohë e gjatë, por në shkallën kozmike është një qast. Dinozaurët sunduan Tokën për 160 milion vjet. Nëse njerëzimi do të mbijetojë aq gjatë, ne do të duhet të përbalemi me një sistem diellor ku Jupiteri nuk është më mbrojtësi që është sot. Dhe kjo na çon në një realizim që është njëkohësisht i bukur dhe i tmerrshëm. Ekzistenca jon nuk varet vetëm nga fakti se jemi në vendin e duhur. Ajo varet nga fakti se jemi në kohën e duhur. 4 miliardë gjysmë vjet më parë, Jupiteri ishte një shkatërues. Ai migroi përmes sistemit të brendshëm duke shkatëruar gjenerata të tëra planetësh. Nëse do të kishim ekzistuar atëherë, ne do të ishim fshirë. 4 miliardë vjet më parë, Jupiteri u tërhoq prapa dhe u vendos në orbitën e tij aktuale. Kjo krijoi hapësirën ku Toka u formua. Nëse kjo nuk do të kishte ndodhur, ne nuk do të ekzistonim. 3 miliardë 800 milion vjet më parë, Jupiteri filloi të pastrojë sistemin nga mbeturinat e bombardimit të vonë të rënd. Kjo bëri Tokën të banueshme. Nëse kjo nuk do të kishte ndodhur, jeta komplekse nuk do të kishte pasur kohë të evoluonte. Dhe tani, në këtë moment, Jupiteri po luan rolin e mbrojtësit, por jo perfekt, jo për gjithmonë. Vetëm për një periudhë të kufizuar kozmike. Ne jemi duke jetuar në dritaren e mundësisë, një dritare që u hap 4 miliardë vjet më parë dhe që do të fillojë të mbyllet në 10 milion vjet. Dhe kjo na bën të mendojmë për një pyetje që shkencëtarët e quajnë paradoksi i Jupiterit. Nëse gjigantët gazi janë kaq të rëndësishëm për zhvillimin e jetës, pse ne nuk kemi gjetur më shumë civilizime në galaksi? Ndoshta përgjigja është se shumica e sistemeve planetare nuk kanë një Jupiter, ose kanë një Jupiter në vendin e gabuar, ose në kohën e gabuar. Ndoshta ne jemi jashtëzakonisht me fat, jo vetëm sepse kemi një planet të banueshëm, por sepse kemi një mbrojtës që u shfaq në momentin e duhur, u largua në momentin e duhur, u kthye në momentin e duhur
dhe tani po qëndron në vendin e duhur. Por sa kohë do të vazhdoj kjo fat? Në vitin 2027, diçka e jashtëzakonshme ndodhi në Observatorin Evropian Jugor në Kili. Një ekip astronomësh po vëzhgonte një ilë të largët të quajtur AD 165528 i vendosur në 123 vite larg nesh. Ata po kërkonin planeta, por ajo që gjetën i bëri të rimendonin gjithçka që mendonim se e dinim për sistemet planetare. Rreth këtij illi rrotulloheshin 4 gjigant gazi, secili më i madh se Jupiteri, dhe të gjithë ishin të vendosur në orbita që nuk duhet të ekzistonin. Gjiganti i parë ishte kaq afër illit sa një vit i tij zgjaste vetëm 3 ditë. Gjiganti i dytë ishte në një orbit kaq eliptike sa temperatura e tij ndryshonte me 600 gradë gjatë një viti. Gjiganti i tretë dhe i katërt ishin në rezonancë orbitale kaq të çuditshme sa ata shkëmbeheshin vende çdo 20 vjet. Dhe në mes të këtij kaosi nuk kishte asnjë planet shkëmbor. Asnjë. Zona ku duhet të ishin formuar botë si toka ishte plotësisht bosh. Gjigantët e kishin pastruar ata. Ky sistem quhet Sistemi Ngjehtë Jupiter, dhe ai nuk është i rrallë. Që nga viti 2095, kur u zbulua planeti i parë jashtë sistemit tonë diellor, kemi gjetur mbi 5300 sisteme planetare, dhe rreth 25% e tyre kanë gjigant gazi në orbita që i bëjnë ata të papërshtatshëm për jetën. Kjo do të thotë se 1 në 4 sisteme planetare nuk mund të zhvillojë jetë komplekse. Jo sepse nuk kanë ujë, jo sepse ylli i tyre është shumë i nxehtë ose shumë i ftohtë, por sepse gjigantët e tyre gazi janë në vendin e gabuar. Dhe kjo na bën të kuptojmë se sa të rrallë jemi, sa e çuditshme është konfigurimi ynë, sa shumë gjëra duhet të shkonin saktësisht siç shkuan që ne të jemi këtu. Por historia bëhet edhe më e çuditshme kur fillojmë të shohim sistemet që ngjajnë me tonin. Sistemet ku gjigantët gazi janë në orbita të largëta, ku ka hapësirë për planet shkëmbor, ku gjithçka duket normale. Në vitin 2028, teleskopi hapësinor James Webb zbuloi një sistem të tillë. Ylli quhet Kepler 462. Ai ka një gjigant gazi në orbitën e Jupiterit. Ai ka 4 planet shkëmbor në zonën e brendshme. Një prej tyre është në zonën e banueshme, rajonin ku uji mund të ekzistojë në formë të lëngshme. Gjithçka duket perfekte. Por kur shkencëtarët analizuan spektrin e dritës që kalonte përmes atmosferës së këtij planeti shkëmbor, ata nuk gjetën asgjë. Asnjë oksigjen, asnjë methan, asnjë shenjë e jetës. Vetëm dioksid karboni dhe avull uji. Një atmosferë e vdekur. Pse? Çfarë shkoi keq? Përgjigjja erdhi kur ata matën orbitën e gjigantit gazi më me kujdes. Ai nuk ishte saktësisht në orbitën e Jupiterit. Ai ishte pak më afër, vetëm 10% më afër. Por kjo ishte mjaft për të ndryshuar gjithçka. Kur një gjigant gazi është 10% më afër yllit se sa Jupiteri, graviteti i tij ndikon në planetet e brendshëm në një mënyrë të ndryshme. Ai nuk i mbron ata aq mirë. Ai lejon më shumë kometa të kalojnë. Dhe gjatë miliarda viteve, këto goditje shtesë krijojnë një mjedis kaq të paqëndrueshëm sa jeta komplekse nuk mund të evoluojë. 10%. Kjo është diferenca midis një bote të gjallë dhe një bote të vdekur. Dhe kjo na çon në një realizim që e bën të gjithë këtë histori edhe më shqetësuese. Pozicioni i Jupiterit nuk është vetëm i rëndësishëm, ai është kritik, dhe ai nuk është i rastësishëm. Ai është rezultati një sekuencë ngjarjesh që kishin një shans shumë të vogël të ndodhin. Le të shohim përsëri atë sekuencë, por këtë herë le të llogarisim probabilitetet. Hapi 1. Jupiteri formohet në orbitën e largët. Probabiliteti rreth 50%. Gjysma e sistemeve planetare formojnë gjigant gazi. Hapi 2. Jupiteri fillon të migrojë drejt brëndësisë. Probabiliteti rreth 80%. Shumica e gjigantëve gazi migrojnë gjatë fazës së hershme. Hapi 3. Saturni formohet në kohën e duhur. Probabiliteti rreth 30%.
Formimi i një gjiganti të dytë gazi varet nga shumë faktorë. Hapi 4. Saturni dhe Jupiteri hynë në rezonancë orbitale. Probabiliteti rreth 20%. Rezonancat janë të ralla. Hapi 5. Rezonanca e tërheq Jupiterin prapa në kohën e duhur. Probabiliteti rreth 10%. Shumica e rezonancave nuk janë mjaft të forta. Hapi 6. Jupiteri ndalon në pozicionin e duhur. Probabiliteti rreth 5%. Shumica e gjigantëve që tërhiqen prapa nuk ndalojnë në vendin optimal. Shumëzoni këto probabilitete. 50%, herë 80%, herë 30%, herë 20%, herë 10%, herë 5%. Rezultati është 0,00010%. 1 në 8300 sisteme planetare. Galaktika jon ka rreth 200 miliard yje. Nëse gjysma e tyre kanë planeta, kjo do të thotë se ka rreth 100 miliard sisteme planetare. Dhe nëse vetëm 1 në 8300 prej tyre ka një konfiguracion si uni, kjo do të thotë se ka rreth 12 milion sisteme si sistemi ynë diellor në galaksi. 12 milion tingëllon si një numër i madh, por galaktika jon ka një diametër 100.000 vjet drite. Nëse 12 milion sisteme janë të shpërndara në mënyrë të barabartë, distanca mesatare midis tyre është rreth 1200 vjet drite. Fqinji ynë më i afërt me një konfiguracion si uni mund të jetë në 1200 vjet drite larg. Dhe nëse ata zhvilluan jetë inteligjente në të njëjtën kohë me ne, një mesazh radio nga ata do të merrte 1200 vjet për të arritur tek ne. Dhe përgjigja jon do të merrte 1200 vjet të tjera për të kthyer tek ata. 2400 vjet. Kjo është më shumë se e gjithë historia e shkruar e njerëzimit. Ndoshta kjo është arsyeja pse ne nuk kemi dëgjuar nga askush. Jo sepse nuk ka askush atje, por sepse ata që janë atje janë kaq larg sa komunikimi është praktikisht i pamundur. Por ka një pyetje edhe më e thellë që shkencëtarët po fillojnë ta bëjnë. Dhe ajo ka të bëjë me faktin se ne nuk jemi vetëm me fat që kemi Jupiterin. Ne jemi me fat që e kemi atë tani. Në vitin 2029, një grup astrofizikanesh nga Instituti i Teknologjisë në Kaliforni publikuan një studim që ndryshoi mënyrën se si e mendojmë kohën. Ata llogaritën se sa gjatë një sistem si yni mund të mbetet i qëndrueshëm. Sa gjatë Jupiteri mund të vazhdojë të luajë rolin e mbrojtësit. Përgjigja ishte shqetësuese. Rreth 5 miliard vjet. Sistemi ynë diellor ka 4 miliarde gjysmë vjet. Kjo do të thotë se ne jemi në fund të dritares së mundësisë. Ne kemi vetëm 500 milion vjet të mbetur para se konfigurimi të fillojë të destabilizohet. 500 milion vjet tingëllon si një kohë e gjatë, por në kontekstin e evolucionit është një çast. 500 milion vjet më parë, kafshët e para po dilnin në tokë. 500 milion vjet në të ardhmen, nëse njerëzimi ende ekziston, ne do të duhet të përballemi me një sistem diellor që po bëhet gjithnjë më pak i qëndrueshëm. Dhe kjo na çon në një pyetje që askush nuk do ta bëjë me zë të lartë, por që të gjithë po e mendojnë. A duhet të bëjmë diçka për Jupiterin? Kjo tingëllon si shkencë fantazi, por shkencëtarët tashmë po diskutojnë mundësinë. Jo për tani, jo për 1000 vjet, por për 10.000 vjet, për 100.000 vjet, për 1 milion vjet. Nëse njerëzimi do të mbijetojë aq gjatë, ne do të duhet të bëhemi inxhinier planetar. Ne do të duhet të mësojmë se si të menaxhojmë jo vetëm tokën, por të gjithë sistemin diellor. Dhe kjo do të thotë të kuptojmë Jupiterin në një nivel që sot as nuk mund ta imagjinojmë. Por para se të mendojmë për inxhinierin e së ardhmes, le të kthehemi në një mister që ende nuk e kemi zgjidhur. Një mister që ka të bëjë me atë që ndodh brenda Jupiterit në këtë moment. Në vitin 2030, misioni Juno i NASA do të përfundojë. Pas 13 vitesh në orbitë rreth Jupiterit, sateliti do të bjerë në atmosferën e gigantit dhe do të digjet. Por para se kjo të ndodhë, ai do të kryejë një eksperiment të fundit. Një eksperiment që mund të ndryshojë mënyrën se si e kuptojmë jo vetëm Jupiterin,
por të gjithë planetet gjigant në univers. Juno do të zbres në atmosferën e Jupiterit më thellë se çdo mjet tjetër ndonjëherë. Ai do të kalojë përmes shtresave të sipërme të gazit, përmes rajoneve ku presioni fillon të rritet, përmes pikës ku hidrogjeni fillon të kondensojë në pika. Dhe nëse instrumentet e tij mbijetojnë mjaft gjatë, ai mund të arrijë në një thellësi ku presioni është kaq i madh sa hidrogjeni bëhet metal. Çfarë do të gjej atje? Askush nuk e di. Por ka një teori që po fiton terren, një teori që tingëllon kaq e çuditshme sa shumica e shkencëtarëve nuk guxojnë ta diskutojnë publikisht. Çfarë nëse brenda Jupiterit, nën shtresat e pafundme të gazit dhe lëngut, ekziston diçka që ngjason me një oqean? Jo një oqean ujë, por një oqean hidrogjeni metalik. Një oqean ku valët janë rrjedha elektrike me fuqinë e miliona rrufeve, ku rrymat janë fusha magnetike që mund të coptojnë atomet, ku thellësia është kaq e madhe sa presioni në fund është mjaft i fortë për të shndërruar çdo element në një gjendje që nuk ekziston askund tjetër në sistemin diellor. Veçfarë nëse në këto oqean, në thellësi që ne nuk mund t'i arrijmë kurrë, ekzistojnë struktura? Jo struktura biologjike, por struktura fizike, vorbuj të qëndrueshëm të hidrogjenit metalik që ekzistojnë për miliona vjet. Valë të ngurta që lëvizin përmes lëngut me shpejtësi të ngadalta. Forma që formohen, evoluojnë dhe zhduken në një cikel që zgjat më gjatë se e gjithë historia e jetës në tokë. Kjo nuk është jetë, por është diçka. Diçka që ne nuk kemi një emër për të. Diçka që ekziston në kufirin midis kaosit dhe rendit. Dhe nëse kjo është e vërtet, kjo do të thotë se Jupiteri nuk është vetëm një top gazi. Ai është një botë. Një botë kaq e ndryshme nga e jona sa ne mezi mund ta konceptojmë. Një botë ku koha rrjedh në mënyrë të ndryshme, ku hapësira ka dimensione që ne nuk mund t'i perceptojmë, ku materia sillet në mënyra që sfidojnë fizikën tonë. Por edhe nëse kjo teori është e gabuar, edhe nëse brenda Jupiterit nuk ka asgjë përveç gazit dhe lëngut, fakti që ne po e diskutojmë këtë tregon diçka të rëndësishme. Ne jemi duke filluar të kuptojmë se universi është shumë më i çuditshëm se sa mendonim. Dhe kjo na çon në një pyetje që është edhe më e madhe se Jupiteri, edhe më e madhe se sistemi diellor, edhe më e madhe se galaktika. Nëse ne jemi kaq me fat që kemi Jupiterin, nëse konfigurimi ynë është kaq i rrallë, nëse dritara e mundësisë është kaq e ngushtë, çfarë do të thotë kjo për jetën në univers? Në vitin 2031, teleskopi hapësinor Nancy Grace Roman do të fillojë operacionet. Qëllimi i tij është të zbulojë mijëra sisteme planetare të reja, por jo vetëm çdo sistem. Sisteme që ngjajnë me tonin, sisteme me gjigant gazi në orbita të largëta, sisteme me planet shkombor në zonën e banueshme, sisteme ku jeta mund të ketë një shans. Dhe për herë të parë në histori, ne do të kemi të dhëna të mjaftueshme për të përgjigjur në pyetjen sa të rrallë jemi. Por ndërsa presim për këto të dhëna, ne mund të bëjmë diçka tjetër. Ne mund të shohim përsëri historinë tonë. Historinë e Jupiterit, historinë e sistemit diellor, historinë e tokës. Dhe ne mund të shohim modele që nuk i kemi parë më parë. Sepse ka diçka të çuditshme në mënyrën se si gjërat ndodhen. Diçka që shkencëtarët e quajnë sintonia e Hall. Dhe kjo sintoni nuk është vetëm për Jupiterin. Ajo është kudo. Masa e Jupiterit është saktësisht e duhura. Nëse do të ishte 10% më e madhe, ai do të kishte thithur shumë më shumë gaz gjatë formimit dhe do të ishte bërë një yll i vogël. Nëse do të ishte 10% më e vogël, graviteti i tij nuk do të ishte mjaft i fortë për të luajtur rolin e mbrojtësit. Orbita e Jupiterit është saktësisht e duhura. Nëse do të ishte 5% më afër, ai do të destabilizonte planetet e brendshëm. Nëse do të ishte 5% më larg, ai nuk do t'i mbronte ata mjaftueshëm. Koha e formimit të Jupiterit ishte saktësisht e duhura. Nëse do të ishte formuar 100 milion vjet më herët, ai do të kishte migruar shumë më thellë. Nëse do të ishte formuar 100 milion vjet më vonë, ai nuk do të kishte pasur kohë të migronte dhe të kthehej prapa.
Çdo parametër është në kufirin e ngushtë midis shumë pak dhe shumë shumë. Çdo vlerë është në pikën e ekuilibrit. Çdo numër duket sikur është zgjedhur me kujdes. Por nga kush? Nga çfarë? Disa shkencëtar thonë se kjo është thjesht fat. Ne jemi në një nga milionat sisteme që rastësisht kanë parametrat e duhur. Dhe nëse parametrat do të ishin të ndryshëm, ne nuk do të ishim këtu për t'i vëzhguar ata. Të tjerë thonë se kjo është provë e diçkaje më të thellë. Ndoshta universi ka ligje që ne ende nuk i kuptojmë, ligje që favorizojnë formimin e sistemeve si uni, ligje që bëjnë jetën jo të rastësishme, por të pashmangshme. Dhe disa, një pakice vogël, por në rritje, thonë se kjo është provë se ne jemi duke jetuar në një simulim, një program kompjuterik kaq i sofistikuar sa ne nuk mund ta dallojmë nga realiteti. Dhe parametrat janë të sintonizuar sepse dikush i sintonizoi ata. Cila është e vërteta? Askush nuk e di, por çdo përgjigje na çon në pyetje edhe më të mëdha. Nëse është fat, sa me fat jemi? 1 në 1 milion? 1 në 1 miliard? 1 në 1 trilion? Nëse është ligj natyror, çfarë është ky ligj? Si funksionon? Pse ekziston? Nëse është simulim, kush e krijoi? Pse? Dhe çfarë ndodh kur simulimi përfundon? Këto pyetje nuk kanë përgjigje. Jo ende, ndoshta jo kur. Por fakti që ne mund t'i bëjmë ato tregon diçka të rëndësishme. Ne kemi arritur në një pikë në evolucionin ton ku ne nuk jemi më vetëm vëzhgues të universit. Ne jemi bërë interpretues. Ne jemi duke kërkuar kuptim në modele. Ne jemi duke kërkuar qëllim në kaos. Dhe Jupiteri, gjiganti që na shkatërroi, na krijoi, na mbroi dhe na kërcënon, është në qendër të këtij kërkimi. Sepse kur ne shohim Jupiterin, ne nuk shohim vetëm një planet. Ne shohim një pasqyrë. Një pasqyrë që reflekton historinë tonë, të tashmen tonë dhe të ardhmen tonë. Një pasqyrë që na tregon se sa të brisht jemi, sa me fat jemi, sa të çuditshëm jemi. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo është mësimi më i rëndësishëm që Jupiteri mund të na mësojë. Jo se si të mbijetojmë, por se pse mbijetojmë. Jo se çfarë jemi, por se pse jemi. Ne jemi fëmijët e një aksidenti kozmik. Produkti një sekuencë ngjarjesh që kishte një shans infinitezimal të ndodhë. Ne jemi duke jetuar në një dritare të ngushtë kohe midis kaosit të së kaluarës dhe pasigurisë së së ardhmes. Ne jemi të vetmit, ose të paktën ndër të rrallët, qenie në univers që mund të kuptojnë këtë. Dhe kjo na jep një përgjegjësi. Jo vetëm të mbijetojmë, por të kuptojmë. Jo vetëm të vëzhgojmë, por të interpretojmë. Jo vetëm të ekzistojmë, por të kuptojmë pse ekzistojmë. Jupiteri nuk është vetëm mbrojtësi ynë. Ai nuk është vetëm kërcënimi ynë. Ai është mësuesi ynë. Dhe mësimi që ai na jep është i thjeshtë dhe i thellë në të njëjtën kohë. Ekzistenca është e brisht, koha është e kufizuar, fati është i rrallë, dhe kuptimi nuk është diçka që e gjejmë, është diçka që e krijojmë. Në këtë moment, ndërsa ju lexoni këto fjalë, Jupiteri po rrotullohet në errësirën e hapësirës. Fusha e tij magnetike po kap grimca nga era diellore. Graviteti i tij po përkul trajektoren e një shkëmbë kozmik që ju nuk do ta dini kurrë. Bërthami i tij po rrotullohet në presion që e bën diamantin të sillet si gaz. Dhe ju, një grumbull atomesh të organizuara në një mënyrë kaq të çuditshme sa ato mund të mendojnë për veten e tyre, po lexoni për një gjigant që është njëkohësisht shpëtimtari juaj dhe kërcënimi juaj, mbrojtësi juaj dhe shkatërruesi juaj, e kaluara juaj dhe ardhmja juaj. Kjo është historia e Jupiterit, por është gjithashtu historia juaj, sepse në fund ato janë e njëjta histori. Historia e një universi që është mjaft i madh për të krijuar gjigant, mjaft i vjetër për të lejuar evolucionin, mjaft i çuditshëm për të prodhuar vetdije dhe mjaft i mistershëm për të na mbajtur duke pyetur përgjithmonë pse. Në vitin 2032, diçka e pazakontë ndodhi në laboratorin e fizikës teorike në Universitetin e Oxfordit. Një grup shkencëtarësh po ekzekutonte simulime të reja të formimit të sistemit diellor, por këtë herë ata shtuan një parametër që askush nuk e kishte konsideruar më parë.
Ata pyeten: çfarë do të kishte ndodhur nëse Jupiteri do të kishte qenë vetëm pak më i vogël? Jo shumë, vetëm 5% më pak mas. Rezultatet ishin mahnitse. Në 97% të simulimeve, sistemi i brendshëm nuk formonte 4 planet shkëmbor. Ai formonte 7. 7 botë të vogla të ngjeshura në hapësirën midis Diellit dhe Marsit. Dhe çdo njëra prej tyre ishte shumë e vogël për të mbajtur një atmosferë të trash, shumë e vogël për të pasur tektonik plakash, shumë e vogël për të zhvilluar jetë komplekse. 5%. Kjo është diferenca midis një bote ku ne ekzistojmë dhe një bote ku ne nuk do të kishim mundur kur të ekzistojmë. Por historia nuk përfundon me masën. Në vitin 2033, një ekip tjetër në Institutin e Teknologjisë në Zürich ekzekutoi simulime të ngjashme, por këtë herë duke ndryshuar kohën e formimit të Jupiterit. Çfarë do të kishte ndodhur nëse ai do të ishte formuar vetëm 100.000 vjet më vonë? 100.000 vjet tingëllon si asgjë në shkallën kozmike. Është 0,002% e moshës së sistemit diellor. Por në simulime, kjo vonesë e vogël krijoi një efekt zinxhir katastrofik. Disku protoplanetare kishte kohë të shpërndante më shumë material në zonën e brendshme. Kur Jupiteri më në fund u formua dhe filloi migrimin e tij, ai gjeti një rajon shumë më të dendur me planetoid. Dhe kur ai filloi të shtynte ata, kolizionet ishin kaq të dhunshme sa krijuan një brez asteroidesh ku sot është Toka. 100.000 vjet. Kjo është diferenca midis ekzistencës dhe mos ekzistencës. Dhe kjo na çon në një realizim që e bën të gjithë këtë histori jo vetëm shqetësuese, por pothuajse të pabesueshme. Çdo parametër i Jupiterit, masa, orbita, koha e formimit, shpejtësia e migrimit, momenti i ndalimit, duhet të jetë brenda një kufiri kaq të ngushtë sa probabiliteti i përgjithshëm është thuajse 0. Por ne jemi këtu. Dhe kjo do të thotë se diçka e jashtëzakonshme ndodhi. Diçka që shkencëtarët ende po përpiqen ta kuptojnë. Disa e quajnë principin antropik. Ideja që universi duket i sintonizuar për jetën, sepse ne jemi këtu për ta vëzhguar atë. Nëse parametrat do të ishin të ndryshëm, ne nuk do të ishim këtu për të pyetur pse. Kjo është një shpjegim, por a është një shpjegim i mirë? Imagjinoni se ju hyni në një dhomë dhe gjeni 100 monedha të hedhura në dysheme. Të gjitha tregojnë krah, çdo njëra. Ju mund të thoni, e po, dikush duhej të hynte në dhomë, dhe unë rastësisht jam personi që hyri në momentin kur të gjitha monedhat tregonin krah. Kjo është e vërtet, por a e shpjegon kjo pse të gjitha monedhat tregojnë krah? Universi ynë është si ajo dhomë, dhe Jupiteri është një nga monedhat, dhe ai nuk tregon vetëm krah. Ai tregon saktësisht krahun që nevojitet që ne të ekzistojmë. Në vitin 2034, filozofi i shkencës David Albert nga Universiteti i Kolumbis publikoi një ese që shkaktoi debate të zjarrta. Ai argumentoi se principi antropik nuk është një shpjegim fare, është një vëzhgim, dhe vëzhgimet nuk shpjegojnë asgjë. Ato vetëm përshkruajnë. Ai propozoi një alternativë. Çfarë nëse ka triliona universe, çdo njëri me parametra të ndryshëm? Në shumicën e tyre, Jupiteri është shumë i madh ose shumë i vogël, shumë afër ose shumë larg, formohet shumë herët ose shumë vonë. Dhe në ato universe, jeta nuk zhvillohet. Askush nuk është atje për të vëzhguar parametrat e gabuar. Por në një numër të vogël universish, ndoshta 1 në 1 trilion, parametrat janë saktësisht të duhur. Dhe në ato universe, qeniet inteligjente evoluojnë. Dhe ato shikojnë përreth dhe mendojnë: sa me fat jemi? Por a jemi ne me fat? Ose thjesht jemi të pashmangshëm në një multivers infinit? Kjo teori quhet interpretimi i shumë botëve. Dhe ajo ka një pasojë shqetësuese. Nëse ka triliona universe dhe ne jemi në një nga ato të rralla ku gjithçka është perfekte, kjo do të thotë se për çdo version të juaj që po lexon këto fjalë, ka triliona versione të tjerë që nuk ekzistojnë kurrë.
triliona versione të tokës që u shkatërruan nga Jupiteri, triliona versione të sistemit diellor ku jeta nuk filloi kurrë. Ju jeni fituesi i një lotarie kozmike me triliona pjesëmarrës, dhe çmimi është ekzistenca. Por ka një problem me këtë teori. Nëse ka triliona universe, pse ne jemi në një ku parametrat janë saktësisht në kufi? Pse nuk jemi në një univers ku parametrat janë shumë më të sigurt, ku Jupiteri është aq i madh sa asnjë asteroid nuk mund të kalojë, ku sistemi diellor është aq i qëndrueshëm sa jeta mund të zhvillohet pa asnjë rrezik? Përgjigjja mund të jetë se universi, shumë të sigurta, janë edhe më të rralla se yni. Ose mund të jetë se ne nuk e kuptojmë ende se çfarë do të thotë i sigurt. Ose mund të jetë se pyetja jonë është e gabuar. Në vitin 2035, fizikania teorike Sabine Hossenfelder nga Instituti i Studimeve të Avancuara në Frankfurt publikoi një libër që sfidoi të gjithë debatin. Ajo argumentoi se ne po bëjmë një gabim themelor. Ne po supozojmë se universi duhet të jetë i sintonizuar për jetën. Por pse? Çfarë nëse jeta nuk është qëllimi i universit? Çfarë nëse ajo është thjesht një efekt anësor? Një aksident që ndodh her pas here në kushtet e duhura. Çfarë nëse ne po kërkojmë kuptim në një vend ku nuk ka kuptim? Kjo është një mendim i frikshëm, por është gjithashtu një mendim çlirues, sepse nëse universi nuk ka qëllim, kjo do të thotë se ne jemi të lirë të krijojmë qëllimin ton. Nëse ekzistenca jon është një aksident, kjo do të thotë se çdo gjë që bëjmë me të është zgjedhja jon. Por para se të zhytemi shumë thellë në filozofi, le të kthehemi në shkencë, sepse ka një zbulim të ri që mund të ndryshojë gjithçka që menduam se e dinim për Jupiterin. Në vitin 2036, teleskopi hapësinor James Webb zbuloi diçka të pazakontë në atmosferën e Jupiterit, një model të çuditshëm në shpërndarjen e temperaturës. Disa rajone ishin 100 gradë më të nxehta se sa duhej të ishin, dhe këto rajone nuk ishin të rastësishme. Ata formuan një model geometrik, një model që ngjante me një rrjet. Fillimisht, shkencëtarët menduan se kjo ishte një artefakt i të dhënave, por kur ata e kontrolluan me instrumente të tjera, modeli ishte ende atje dhe ai po ndryshonte. Jo në mënyrë të rastësishme, por në një sekuencë që dukej pothuajse e organizuar. Për 6 muaj, komuniteti shkencor debatoi se çfarë mund të shkaktonte këtë. Disa thanë se ishin valë atmosferike, të tjerë thanë se ishin rrjedha magnetike. Disa, një pak i vogël, thanë se mund të ishte diçka që ne nuk e kishim parë kurrë më parë. Dhe pastaj, në shkurt të vitit 2037, një ekip nga Agjencia Hapësinore Japoneze publikoi një studim që i bëri të gjithë të heshnin. Ata kishin analizuar modelin me algoritme të inteligjencës artificiale dhe algoritmi kishte gjetur diçka që sytë njerëzor nuk mund ta shihnin. Modeli nuk ishte i rastësishëm. Ai ishte fraktal, një strukturë që përsëritet në shkallë të ndryshme, dhe më e çuditshme, ai ishte i ngjashëm me modelet që shohim në sistemet biologjike, jo identik, por i ngjashëm. Kjo nuk do të thotë se ka jetë në Jupiterin. Kushtet atje janë shumë ekstreme për çdo gjë që ne do ta cuanim jetë. Por ajo do të thotë se ka diçka që ne nuk e kuptojmë. Diçka që ndodh kur materia organizohet në presion dhe temperatura ekstreme. Diçka që prodhon modele që ngjajnë me jetën, pa qenë jetë. Shkencëtarët e quajnë këtë vetorganizim jo ekuilibror. Është një fenomen që ndodh kur një sistem është larg ekuilibrit termodinamik, kur ka rrjedhje konstante energjie përmes tij, kur kushtet janë saktësisht të duhura për strukturat komplekse të formohen spontanisht. Dhe Jupiteri është sistemi perfekt për këtë. Ai merr energji nga dielli, ai gjeneron energji nga kontraktimi i tij ngadallt gravitacional. Ai ka fusha magnetike masive që krijojnë rrjedha elektrike. Ai ka shtresa atmosferike që lëvizin me shpejtësi të ndryshme. Ai është një makinë gjigante për krijimin e kompleksitetit. Por çfarë lloj kompleksiteti dhe çfarë do të thotë kjo për kuptimin ton të jetës? Në tokë, jeta është bazuar në kimikën e karbonit, molekulat organike që mund të kopjohen dhe të evoluojnë. Por çfarë nëse kjo është vetëm një lloj jete? Çfarë nëse ka forma të tjera të organizimit që ne nuk i njohim si jetë,
sepse janë kaq të ndryshme. Çfarë nëse në thelësitë e Jupiterit, nën presion që e bën qelikun të sillet si gaz, ekzistojnë struktura që jetojnë në një kuptim që ne nuk mund ta konceptojmë. Jo qeliza, jo molekula, por modele të qëndrueshme në hidrogenit metalik, që rriten, ndahen dhe evolojnë në shkallë kohore miliona herë më të ngadalta se jeta jonë. Kjo tingëllon si shkencë fantazi, por shkencëtarët tashmë po e diskutojnë seriozisht, sepse nëse është e mundur, kjo do të ndryshonte gjithçka. Kjo do të thotë se jeta nuk është e kufizuar në planetet shkëmbor. Ajo mund të ekzistojë në forma që ne nuk mund t'i imagjinojmë, në vende që ne nuk mund t'i arrijmë, në shkallë që ne nuk mund t'i matim. Dhe kjo do të thotë se Jupiteri nuk është vetëm mbrojtësi ynë. Ai mund të jetë gjithashtu një botë e gjallë. Një botë kaq e ndryshme nga e jona, sa ne mezi mund ta njohim si të tillë. Por edhe nëse kjo teori është e gabuar, edhe nëse Jupiteri është vetëm një top gazi dhe lëngu, fakti që ne po e diskutojmë këtë tregon se sa shumë kemi ndryshuar. 100 vjet më parë ne mendonim se toka ishte qendra e universit. 50 vjet më parë ne mendonim se jeta ishte e kufizuar në planetin ton. 20 vjet më parë ne mendonim se e kuptonim se çfarë është jeta. Tani ne nuk jemi të sigurt për asgjë. Dhe kjo është një gjë e mirë, sepse pasiguria është motori i zbulimit. Dyshimi është burimi i kurreshtjes, dhe kurreshtja është ajo që na bën njerëz. Por le të kthehemi në pyetjen që na ka shoqëruar gjatë gjithë kësaj historie, pyetjen që askush nuk mund ta shmanget, pyetjen që përcakton gjithçka. A jemi ne vetëm? Në vitin 2038, teleskopi hapësinor Nancy Grace Roman do të ketë vëzhguar 20.000 sisteme planetare, dhe të dhënat do të jenë të qarta. Ne do të dimë sa sisteme kanë gjigant gazi në pozicionin e duhur, sa kanë planet shkëmbor në zonën e banueshme, sa kanë konfigurimin që nevojitet për jetën. Dhe nëse numri është i vogël, nëse vetëm 1 në 10.000 sisteme ka kushtet e duhura, kjo do të thotë se në galaksin ton ka rreth 10 milion botë si toka. 10 milion vende ku jeta mund të ketë filluar. 10 milion mundësi për civilizime. Por nëse asnjë prej tyre nuk ka zhvilluar teknologji për të komunikuar, nëse asnjë prej tyre nuk ka mbijetuar mjaft gjatë për të arritur tek ne, nëse asnjë prej tyre nuk është në fazën e duhur të evolucionit, ne ende do të jemi vetëm. Dhe kjo na çon në një paradoks që shkencëtarët e quajnë paradoksi i Fermit. Nëse universi është kaq i madh, nëse ka kaq shumë yje, nëse jeta është e mundur, pse ne nuk kemi dëgjuar nga askush? Ka shumë përgjigje të mundshme. Ndoshta jeta është shumë më e rrallë se sa menduam. Ndoshta civilizimi është i paqëndrueshëm dhe shkatërrohet para se të arrijë në yje. Ndoshta komunikimi ndërhyesor është i pamundur për arsye që ne nuk i kuptojmë. Ndoshta ne jemi të parët. Ose ndoshta, dhe kjo është mundësia më shqetësuese, ata janë atje, por po na shmangin. Jo sepse janë armiqësor, por sepse ne nuk jemi ende gati. Sepse ne ende nuk kemi kuptuar mësimin themelor që universi po përpiqet të na mësojë. Dhe cili është ai mësim? Ndoshta është i thjeshtë, ndoshta është kjo. Ekzistenca është e brisht. Koha është e kufizuar. Dhe çdo moment që ne kemi është një dhuratë që nuk e meritojmë, por që duhet ta çmojmë. Jupiteri na ka dhënë këtë dhuratë. Ai na shkatërroi, na krijoi, na mbroi dhe na kërcënon. Ai është arsyeja pse ne jemi këtu dhe arsyeja pse ne mund të mos jemi këtu nesër. Ai është e kaluara jon dhe e ardhmja jon. Ai është fati ynë dhe zgjedhja jon. Dhe tani, ndërsa qëndrojmë në prag të një epoke të re, një epoke ku ne mund të bëhemi specie ndërplanetare, ku ne mund të fillojmë të menaxhojmë sistemin ton diellor, ku ne mund të takojmë civilizime të tjera ose të kuptojmë se jemi vetëm, ne duhet të vendosim se çfarë do të bëjmë me këtë dhuratë. A do ta shpërdorijmë atë në luftra dhe konflikte? A do ta përdorim për të ndërtuar një të ardhme ku njerëzimi mund të mbijetojë për miliona vjet? A do të kuptojmë se ne nuk jemi vetëm banor të tokës, por qytetar të sistemit diellor, pjesë e një ekosistemi kozmik që përfshin dielin, planetët, hënët, asteroidet, kometat dhe Jupiterin.
Këto pyetje që ne duhet t'i përgjigjemi. Jo në të ardhmen, por tani, sepse dritarja e mundësisë po mbyllet, jo shpejt, por në mënyrë të pashmangshme. Në 500 milion vjet, sistemi diellor do të fillojë të destabilizohet. Në 1 miliard vjet, dielli do të jetë 20% më i ndritshëm dhe toka do të fillojë të bëhet e pabanueshme. Në 5 miliard vjet, dielli do të zgjerohet në një gjigant të kuq dhe do të gëlltisë planetat e brendshëm. Nëse njerëzimi do të mbijetojë këto ngjarje, ne duhet të bëhemi diçka më shumë se sa jemi tani. Ne duhet të bëhemi një specie që mund të jetojë në shumë botë, që mund të udhëtojë midis yjeve, që mund të menaxhojë sistemet planetare, që mund të krijojë dhe të ruajë jetën në shkallë kozmike. Dhe hapi i parë në atë udhëtim është të kuptojmë Jupiterin, jo vetëm si një objekt shkencor, por si një mësues. Një mësues që na ka mësuar se universi është më i çuditshëm se sa mund të imagjinojmë, që ekzistenca është më e brisht se sa duam të pranojmë, që fati është më i rrallë se sa mund të llogarisim, dhe që kuptimi nuk është diçka që e gjejmë në yje, por diçka që e krijojmë në zemrat tona. Në këtë moment, ndërsa ju lexoni këto fjalë, Jupiteri po rrotullohet në errësirën e hapësirës. Ai po luan rolin që ka luajtur për miliarda vjet. Mbrojtës, kërcënim, mister, mësues. Dhe ju, një grumbull atomesh që mund të mendojnë, po përpiqeni të kuptoni vendin tuaj në këtë histori kozmike. Ju po pyesni pyetje që askush nuk mund t'i përgjigjej plotësisht. Ju po kërkoni kuptim në një univers që mund të mos ketë asnjë. Por fakti që ju po e bëni këtë, fakti që ju mund ta bëni këtë, është mrekullia më e madhe e të gjitha. Sepse në një univers të mbushur me gaz dhe shkëmbinj, me yje dhe galaksi, me energji dhe materie, ka një gjë që është më e rrallë se çdo gjë tjetër. Vetëdia, aftësia për të pyetur pse, dëshira për të kuptuar, nevoja për të gjetur kuptim. Dhe kjo është dhurata që Jupiteri na ka dhënë. Jo vetëm kohë për të evoluar, por arsye për të evoluar. Jo vetëm hapësirë për të jetuar, por qëllim për të jetuar. Ne jemi fëmijët e një giganti që na shkatërroi dhe na krijoi. Ne jemi produkti i një aksidenti që kishte një shans infinitezimal të ndodhë. Ne jemi banorët e një dritareje të ngushtë kohe midis kaosit dhe zhdukjes. Por ne jemi gjithashtu diçka më shumë. Ne jemi mënyra se si universi po bëhet i vetëdijshëm për veten e tij. Ne jemi syt përmes të cilëve kosmos po shikon prapa në historinë e tij. Ne jemi mendja përmes së cilës realiteti po përpiqet të kuptojë veten. Dhe kjo na jep një përgjegjësi që është njëkohësisht e frikshme dhe e bukur. Përgjegjësinë për të mbijetuar, përgjegjësinë për të kuptuar, përgjegjësinë për të krijuar kuptim në një univers që mund të mos ketë asnjë. Jupiteri nuk mund të na tregojë se si ta bëjmë këtë. Ai mund të na tregojë vetëm se pse duhet ta bëjmë. Sepse ekzistenca është e rrallë, koha është e kufizuar, dhe çdo moment që ne kemi është një mrekulli që nuk duhet të merret si e mirëqen. Kjo është historia e Jupiterit. Historia e një giganti që është njëkohësisht shpëtimtari ynë dhe kërcënimi ynë, mbrojtësi ynë dhe shkatërruesi ynë, e kaluara jon dhe e ardhmja jon. Por më e rëndësishmja, kjo është historia jon. Historia e një specie që u shfaq në një planet të vogël, në një sistem të rrallë, në një moment të brisht dhe që tani po përpiqet të kuptojë vendin e saj në një univers që është më i madh, më i vjetër dhe më i çuditshëm se sa mund të imagjinojmë. Dhe ndërsa shikojmë lart në qiellin e natës dhe shohim atë pikë të ndritshme që quhet Jupiteri, ne duhet të kujtojmë se ne nuk po shikojmë vetëm një planet. Ne po shikojmë një pasqyrë. Një pasqyrë që reflekton gjithçka që jemi, gjithçka që kemi qenë dhe gjithçka që mund të bëhemi. Dhe në atë pasqyrë, ne shohim të vërtetën më të thellë të ekzistencës. Që ne nuk jemi vetëm. Ne nuk jemi kurrë vetëm. Ne jemi pjesë e një historie që filloi me shpërtimin e madh, që vazhdoi përmes formimit të yjeve dhe planetëve, që arriti në një kulm me shfaqjen e jetës dhe vetdijes, dhe që tani po vazhdon përmes zgjedhjeve që ne bëjmë çdo ditë.
Jupiteri është një kapitull në atë histori, por ne jemi autorët e kapitujve të ardhshëm. Dhe ajo që ne shkruajmë tani do të përcaktojë nëse kjo histori do të ketë një fund të lumtur, një tragjedi apo diçka që ne ende nuk mund ta imagjinojmë. Zgjedhja është e jona. Koha është tani. Dhe universi po pret të shoh se çfarë do të bëjmë. Por le të ndalemi për një moment. Le të kthehemi në fillim. Kujtoni se si filloi kjo histori? Një shkëmb kozmik po fluturonte drejt tokës. Një forcë e padukshme e përkulte trajektoren e tij. Ju u shpëtuat pa e ditur. Dhe shpëtimtari juaj ishte një gjigant që shumica e njerëzve e konsiderojnë thjesht një pikë të ndritshme në qiell. Tani, pasi kemi udhëtuar përmes 4 miliardë gjysmë vitesh të historisë, pasi kemi parë se si Jupiteri na shkatërroi dhe na krijoi, pasi kemi kuptuar se sa të rrallë jemi, le të pyesim pyetjen që ka qëndruar në heshtje gjatë gjithë kësaj kohe. Çfarë nuk e dim? Sepse për çdo gjë që kemi zbuluar për Jupiterin, ka 10 gjëra që ende mbeten mister. Për çdo pyetje që kemi përgjigjur, ka 100 pyetje të reja që kanë lindur. Dhe ndoshta kjo është mësimi më i rëndësishëm që shkenca mund të na mësojë, jo se çfarë dim, por se sa pak dim. Le të fillojmë me pyetjen më themelore. Çfarë është Jupiteri në të vërtetë? Ne e dim se ai është një gjigant gazi. Ne e dim se ai ka një bërtham të mundshme shkëmbore. Ne e dim se ai ka fusha magnetike masive dhe atmosferë të trazuar. Por a e dim vërtet se çfarë ndodh në thellësitë e tij? Në një thellësi 3000 kilometra, presioni është 1 milion atmosfera. Hidrogjeni fillon të sillet si metal. Por çfarë do të thotë kjo në të vërtetë? A është ai një lëng, një i ngurtë, diçka ndërmjet? Ne kemi ekuacione që përshkruajnë sjelljen e tij, por a i kuptojmë ato ekuacione? A mund t'i vizualizojmë ato kushte? Në një thellësi 10.000 kilometra, presioni është 10 milion atmosfera. Temperatura është 20.000 gradë. Në këto kushte, atomet fillojnë të sillet në mënyra që sfidojnë fizikën klasike. Elektronet lëvizin lirisht. Bërthamat vibrojnë në frekuenca të çuditshme. Materia hyn në gjendje që nuk ekzistojnë askund tjetër në sistemin diellor. Ne mund t'i simulojmë këto kushte në kompjuter, por a janë simulimet tona të sakta? Apo kapin ato gjithë kompleksitetin e realitetit? Apo po humbasin diçka thelbësore? Dhe në qendër të Jupiterit, në shtresa të pafundme gazi dhe lëngu, mund të ekzistojë një bërtham me masën 10 deri në 15 herë më të madhe se toka. Por ne nuk jemi të sigurt. Të dhënat nga Juno sugjerojnë se ai ekziston, por ato gjithashtu sugjerojnë se ai mund të jetë i shpërndar, jo i koncentruar. Mund të jetë një rajon i gjerë ku elementet e rënd janë të përzier me hidrogjenit metalik, jo një sferë e ngurtë. Çfarë do të thotë kjo? A mund të ketë një planet, një bërtham që nuk është një objekt i vetëm, por një rajon i tranzicionit? A mund të ekzistojë materia në gjendje që janë aq të ndërmjetme sa ne nuk kemi fjalë për t'i përshkruar ato? Ndoshta. Ndoshta jo. Ne nuk e dim. Dhe kjo na çon në një pyetje edhe më të madhe. A mund të ketë jetë në Jupiter? Jo jetë si e jona. Kushtet atje janë shumë ekstreme për molekulat organike. Por çfarë për forma të tjera të organizimit? Çfarë për struktura që formohen në hidrogjenit metalik në presion ekstrem? Çfarë për modele që jetojnë në një kuptim që ne nuk mund ta konceptojmë? Në vitin 2037, ne zbuluam modele fraktale në atmosferën e Jupiterit. Modele që ngjajnë me ato që shohim në sistemet biologjike. Por a do të thotë kjo diçka? Apo është thjesht një rastësi? Një shembull i pareidolisë kozmike. Tendenca jonë për të parë modele ku nuk ka asnjë. Ne nuk e dim. Dhe kjo është e frikshme dhe e bukur në të njëjtën kohë. E frikshme sepse do të thotë se ne mund të jemi duke jetuar pranë një forme jete që nuk mund ta njohim. E bukur sepse do të thotë se universi është më i pasur, më i çuditshëm, më i paparashikueshëm se sa mund të imagjinojmë. Por le të shkojmë më thellë. Le të pyesim pyetje që shkencëtarët zakonisht nuk i bëjnë me zë të lartë, sepse ato tingëllojnë shumë filozofike, shumë spekuluese, shumë të largëta nga të dhënat. Pse ekziston Jupiteri?
jo si u formua. Ne e dim atë, ose të paktën kemi një teori të mirë. Por pse? Pse universi prodhon gjigant gazi? Pse ligjet e fizikës lejojnë formimin e objekteve kaq masive? Pse graviteti, Presioni, temperatura, koha, të gjitha këto forca bashkëveprojnë në mënyrë që të krijojnë diçka si Jupiteri? Disa do të thonë se kjo është një pyetje pa kuptim. Universi nuk ka pse. Ai thjesht është. Ligjet e fizikës nuk kanë qëllim. Ato thjesht përshkruajnë se si gjërat sjelin. Por a është kjo e vërtet? Apo është thjesht një mënyrë për të shmangur pyetje të vështira? Sepse ka diçka të çuditshme në ligjet e fizikës. Ato nuk janë të rastësishme. Ato kanë një strukturë matematikore të thellë. Ato janë të lidhura me njëra tjetrën në mënyra që ne ende po zbulojmë, dhe ato duken të sintonizuara për të prodhuar kompleksitet. Nëse konstanta gravitacionale do të ishte pak më e madhe, yjet do të digjeshin shumë shpejt dhe nuk do të kishte kohë për planetet të formoheshin. Nëse do të ishte pak më e vogël, yjet nuk do të mund të ndizeshin fare. Nëse forca elektromagnetike do të ishte pak më e fortë, atomet nuk do të mund formoheshin. Nëse do të ishte pak më e dobët, molekulat nuk do të mund të qëndronin së bashku. Çdo konstant themelore e fizikës duket të jetë në një vlerë që lejon universin të jetë interesant. Jo shumë i thjesht, jo shumë kaotik. Por diku në mes, në një rajon ku kompleksiteti mund të lulëzojë. Pse? A është kjo thjesht fat? A është provë një multivers ku vetëm universi me parametrat e duhur mund të prodhojë vëzhgues? A është diçka më e thellë, një parim themelor i natyrës që ne ende nuk e kemi zbuluar? Ne nuk e dim, dhe ndoshta nuk do ta dim kurrë. Por fakti që ne mund ta pyesim këtë, fakti që ne jemi lloji i qenive që shqetësohen për pse dhe jo vetëm për si, është vetë një mister. Sepse në një univers të mbushur me materie dhe energji, në një galaksi me 200 miliard yje, në një sistem diellor me 8 planet, në një planet me 8 miliard njerëz, ka një gjë që është më e rrallë se çdo gjë tjetër. Pyetja pse. Shkëmbinjt nuk pyesin pse. Yjet nuk pyesin pse. Madje edhe kafshët më inteligjente në tokë nuk duket se pyesin pse në mënyrën që ne e bëjmë. Vetëm ne, një specie që u shfaq në një planet të vogël, në një sistem të rrallë, në një moment të brisht, kemi këtë nevojë të çuditshme për të kuptuar jo vetëm se çfarë është, por pse është. Dhe kjo na çon në pyetjen më të madhe të gjitha. Pyetjen që ka qëndruar në heshtje gjatë gjithë kësaj historie. Pyetjen që Jupiteri nuk mund ta përgjigjej, por që ai na detyron ta bëjmë. Çfarë jemi ne? Jo biologjikisht, ne e dim atë. Ne jemi primat, gjitar, vertebror, eukariote, organizmat e bërë nga qiliza që kanë ADN. Por çfarë jemi ne në të vërtetë? Çfarë është kjo gjë që quhet vetëdije? Çfarë është kjo aftësi për të menduar për veten tonë, për të pyetur pyetje, për të kërkuar kuptim? Shkencëtarët e quajnë këtë problemi i vështirë i vetdijes. Dhe është vërtet i vështirë. Sepse ne mund të shpjegojmë se si funksionon truri, ne mund të hartojmë neuronët, ne mund të gjurmojmë sinjalet elektrike, ne mund të identifikojmë rajonet që aktivizohen kur ne mendojmë, ndjejmë, kujtojmë. Por asnjë nga këto nuk shpjegon pse ka diçka që është si të jesh një njeri. Pse ka një përvojë subjektive? Pse ka një unë që po lehtëson këto fjalë? Disa shkencëtarë thonë se vetdia është një iluzion, një truk që truri luan me veten e tij. Të tjerë thonë se është një pronë emergjente, diçka që shfaqet kur sistemet nervore bëhen mjaft komplekse. Disa thonë se është thelbësore për univers, një aspekt i realitetit po aq themelor sa materia dhe energjia. Cila është e vërteta? Ne nuk e dim, dhe ndoshta nuk mund ta dim, sepse për ta kuptuar vetdijen, ne do të duhej të përdornim vetdijen. Dhe kjo mund të jetë si të përpiqesh të shohësh sytë e tu pa pasqyrë. Por këtu është gjëja e çuditshme. Edhe nëse ne nuk mund ta kuptojmë plotësisht vetdijen, ne e dim se ajo ekziston, sepse ne jemi ajo. Çdo mendim që ju keni, çdo ndjenjë që ju përjetoni, çdo moment i vetdijes është provë e drejtë për drejtë se diçka e jashtëzakonshme po ndodh. Ju jeni një grumbull atomesh që mund të mendojnë për veten e tyre. Ju jeni një model i organizimit që është bërë i vetdijshëm.
Ju jeni mënyra se si universi po përpiqet të kuptojë veten. Dhe kjo na kthen te Jupiteri, sepse Jupiteri është pjesë e historisë që bëri këtë të mundur. Pa të, ne nuk do t'ishim këtu. Pa të, universi do t'ishte pak më pak i vetëdijshëm për veten e tij, pak më pak interesant, pak më pak i gjallë. Por Jupiteri nuk e bëri këtë me qëllim. Ai nuk donte të na krijojë, ai thjesht ekziston. Ai thjesht lëviz sipas ligjeve të fizikës. Ai thjesht ndërvepron me objektet e tjera në sistemin diellor në mënyrën që graviteti dikton. Dhe megjithatë, përmes këtyre ndërveprimeve të verbra, përmes këtyre proceseve pa qëllim, diçka e jashtëzakonshme u krijua. Një hapësirë ku jeta mund të lulëzojë, një moment ku vetëdia mund të shfaqet, një mundësi që universi të shohë veten. A është kjo një mrekulli, apo është thjesht statistik? A është provë një qëllimi kozmik, apo është një aksident i lumtur në një univers të pafund mundësish? Ne nuk e dim. Dhe ndoshta kjo është përgjigjja më e ndershme që ne mund t'i japim. Ndoshta mësimi më i rëndësishëm që Jupiteri mund të na mësojë nuk është se çfarë dim, por se çfarë nuk dim. Ne nuk e dim nëse jemi vetëm në univers. Ne nuk e dim nëse jeta është e rrallë apo e zakonshme. Ne nuk e dim nëse vetëdia është unike për njerëzit apo e përhapur në forma që ne nuk mund t'i njohim. Ne nuk e dim nëse universi ka qëllim apo është thjesht një makinë e madhe që funksionon sipas ligjeve të verbra. Por ne e dim një gjë. Ne e dim se ne jemi këtu, tani, në këtë moment, në këtë planet, në këtë sistem, në këtë univers. Dhe kjo është mjaft, sepse ekzistenca nuk kërkon justifikim. Ajo nuk ka nevojë për qëllim kozmik për të qenë e vlefshme. Ajo është e vlefshme thjesht sepse është. Çdo frymëmarrje që ju merrni është një mrekulli. Çdo mendim që ju keni është një ngjarje e jashtëzakonshme. Çdo moment i vetëdijes është një dhuratë që universi ju ka dhënë. Një dhuratë që u krijua përmes miliarda vitesh të evolucionit, përmes triliona ndërveprimesh të rastësishme, përmes një sekuence ngjarjesh që kishte një shans infinitezimal të ndodhë. Dhe Jupiteri është pjesë e asaj dhurate. Ai është një nga aktorët në dramën kozmike që çojnë ekzistencën tuaj. Ai është një nga arsyet pse ju jeni këtu, për të lehtësuar këto fjalë, për të menduar këto mendime, për të pyetur këto pyetje. Por le të kthehemi në tokë, le të kthehemi te ju, sepse në fund kjo histori nuk është për Jupiterin. Ajo është për ju. Ju jeni një qenie e vogël në një planet të vogël, në një sistem të vogël, në një galaksi të vogël, në një univers të pafund. Jeta juaj do të zgjasë vetëm disa dekada. Ndikimi juaj do të jetë i kufizuar. Emri juaj do të harrohet. Por në këtë moment, ju jeni gjëja më e rëndësishme në univers, sepse ju jeni i vetmi ju që do të ekzistojë ndonjëherë. Ju jeni një model unik i organizimit që nuk është përsëritur kurrë më parë dhe nuk do të përsëritet kurrë më. Ju jeni një mënyrë që universi po përjeton veten që është plotësisht origjinale. Dhe kjo ju jep një përgjegjësi. Jo ndaj universit, universi nuk ka nevojë për ju, por ndaj vetes suaj. Përgjegjësinë për të jetuar plotësisht, për të përjetuar thellësisht, për të kuptuar sa më shumë që të jetë e mundur, për të krijuar kuptim në një univers që mund të mos ketë asnjë. Jupiteri nuk mund t'ju tregojë se si ta bëni këtë. Ai mund t'ju tregojë vetëm se pse duhet ta bëni. Sepse ekzistenca është e brisht, koha është e kufizuar, dhe çdo moment që ju keni është një dhuratë që nuk duhet të merret si e mirëqen. Kur ju shikoni lart në qiellin e natës dhe shihni atë pikë të ndritshme që quhet Jupiteri, kujtoni se ju nuk po shikoni vetëm një planet. Ju po shikoni një pjesë të historisë suaj. Ju po shikoni një nga arsyet pse ju ekzistoni. Ju po shikoni një kujtesë se sa të çuditshëm jeni. Sepse në një univers ku shumica e hapësirës është bosh, ku shumica e materjes është e vdekur, ku shumica e kohës është e shkuar ose ende nuk ka ardhur, ju jeni një ishull i vogël i jetës dhe vetdijes. Ju jeni një moment i shkurtër i ndriçimit në një oqean të pafund errësire. Dhe Jupiteri, giganti që na shkatërroi dhe na krijoi,
që na mbroj dhe na kërcënon, që është njëkohësisht e kaluara jon dhe e ardhmja jon, është një pjesë e asaj historie. Ai është një nga aktorët në dramën kozmike që bëri të mundur që ju t'jeni këtu, por ju jeni aktori kryesor. Ju jeni ai që po jeton këtë moment. Ju jeni ai që po përjeton këtë realitet. Ju jeni ai që po kërkon kuptim në një univers që mund të mos ketë asnjë. Dhe ndoshta kjo është përgjigjja në pyetjen që kemi bërë gjatë gjithë kësaj historie. Ndoshta kjo është mësimi që Jupiteri po përpiqet të na mësojë, që ekzistenca nuk ka nevojë për justifikim, që jeta nuk ka nevojë për qëllim kozmik për të qenë e vlefshme, që vetëdia nuk ka nevojë për shpjegim për të qenë e mrekullueshme, që ju jeni mjaft, që momenti është mjaft, që pyetja është më e rëndësishme se përgjigja, sepse në fund ndoshta pyetjet janë gjithçka që kemi. Ndoshta pasiguria është gjoja e vetme e sigurt. Ndoshta misteri është gjoja e vetme që mund ta kuptojmë me të vërtetë. Dhe ndërsa qëndrojmë në prag të së panjohullës, ndërsa shikojmë lart në uje dhe pyesim pse, ndërsa kërkojmë kuptim në një univers që mund të mos ketë asnjë, ne duhet të kujtojmë se kjo kërkesë vetë është përgjigja. Që ne jemi qeniet që pyesin, që ne jemi vetdia që kërkon të kuptojë veten, që ne jemi mënyra se si universi po bëhet i vetëdijshëm për veten e tij. Dhe kjo është mjaft. Kjo është më shumë se mjaft. Kjo është gjithçka. Në këtë moment, ndërsa ju lexoni këto fjalë të fundit, një shkëmb kozmik po fluturon diku në hapësirë. Ndoshta ai po vjen drejt nesh. Ndoshta Jupiteri do ta kap. Ndoshta jo. Ndoshta ne do të jemi këtu nesër. Ndoshta jo. Por në këtë moment ne jemi këtu. Ju jeni këtu. Dhe kjo është mrekullia më e madhe e të gjitha. Jo se ne kemi përgjigje, por se ne kemi pyetje. Jo se ne e kuptojmë gjithçka, por se ne po përpiqemi. Jo se ne jemi të përjetshëm, por se ne jemi këtu, tani. Dhe Jupiteri, gjiganti që qëndron në errësirën e hapësirës, po rrotullohet ende, po luan rolin e tij, po shkruan historinë e tij, po na mëson mësimin e tij, që ekzistenca është e brisht, që koha është e kufizuar, që fati është i rrallë, që kuptimi nuk është diçka që e gjejmë, por diçka që e krijojmë, që ne jemi fëmijët e një aksidenti kozmik, që ne jemi produkti i një sekuence ngjarjesh që kishte një shans infinitezimal të ndodhë, që ne jemi duke jetuar në një dritare të ngushtë kohe midis kaosit dhe zhdukjes, por që ne jemi gjithashtu diçka më shumë, që ne jemi mënyra se si universi po përpiqet të kuptojë veten, që ne jemi sytë përmes të cilëve kosmos po shikon prapa në historinë e tij, që ne jemi mendja përmes së cilës realiteti po bëhet i vetëdijshëm. Dhe kjo na jep një përgjegjësi që është njëkohësisht e frikshme dhe e bukur. Përgjegjësinë për të jetuar plotësisht, për të përjetuar thellësisht, për të kuptuar sa më shumë që të jetë e mundur, për të krijuar kuptim në një univers që mund të mos ketë asnjë. Kjo është historia e Jupiterit, por është gjithashtu historia juaj, sepse në fund ato janë e njëjta histori. Historia e një universi që është mjaft i madh për të krijuar gjigant, mjaft i vjetër për të lejuar evolucionin, mjaft i çuditshëm për të prodhuar vetdije dhe mjaft i mistershëm për të na mbajtur duke pyetur përgjithmonë. Pse? Ndoshta nuk ka përgjigje. Ndoshta pyetja është gjithçka që kemi. Ndoshta misteri është gjoja e vetme që mund ta kuptojmë me të vërtetë. Por ndërsa qëndrojmë në errësirën e natës dhe shikojmë lart në atë pikë të ndritshme që quhet Jupiteri, le të kujtojmë se ne nuk jemi vetëm vëzhgues. Ne jemi pjesëmarrës. Ne jemi pjesë e historisë që po ndodh. Ne jemi aktor në dramën kozmike që vazhdon. Dhe çfarë ne bëjmë me këtë moment? Si ne jetojmë, si ne mendojmë, si ne krijojmë kuptim, do të përcaktoj jo vetëm të ardhmen tonë, por kuptimin e së kaluarës son. Sepse në fund, historia e Jupiterit nuk është vetëm për atë që ndodhi. Ajo është për atë që po ndodh tani, për atë që ju po përjetoni në këtë moment, për atë që ju do të bëni me këtë dije. Dhe kjo është dhurata më e madhe që Jupiteri mund të na japë. Jo përgjigje, por pyetje.
Jo siguri, por mister. Jo qëllim, por mundësi. Mundësin për të jetuar, për të kuptuar, për të krijuar, për të qenë. Dhe kjo është mjaft. Kjo është më shumë se mjaft. Kjo është gjithçka.